Shkruan Gjergj Zefi, këtë javë bota do të kujtojë fundin e luftës së dytë botërore në Europë duke përkujtuar viktimat e mizorive naziste. Në kampin famkeq të përqendrimit Bergen-Belsen pranë Hanoverit, të mbjetuarit dhe të afërmit u mblodhën së bashku për të nderuar kujtimin e rreth 72.000 njerëzve që humbën jetën atje. Mes viktimave ishte edhe Ana Frank, vajza e re hebreje, ditari së cilës mbetet dëshmi tronditse asaj kohe të errët. Ndërkohë kujtojmë viktimat e periudhës 39-45. Bota nuk duhet harrojë tragjeditë e kohës sonë. Viktimat e shumta të mizorive që vazhdojnë në vitin 2025, nga Jemeni në Gaza, nga Kongoja në Haiti, nga Sudani në Myanmar, njerëzit vuajnë dhe vdesin çdo ditë nga krime lufte, sulme ndaj civilëve dhe dhune pa kufizuar. Në Yemen 68 civil, shumica emigrantë afrikan, u vranë në një sulm ajror javën e kaluar, ndërsa UNICEF raportoi se në Kongon lindore çdo 30 minuta një fëmijë përdhunohet gjatë konflikteve të vazhdueshme. Në Gaza numri i viktimave nga sulmet e Izraelit ka kaluar 52.000 civil, shumica gra e fëmijë. Në Haiti dhe Sudan mijëra njerëz janë zhvendosur ose vrarë nga dhuna e bandave dhe konflikteve civile të papërmbajtshme. Këto ngjarje përkundër të qenit publikisht të njohura janë shoqëruar nga një heshtje tronditse ndërkombëtare. Ky pasivitet është një formë bashkëfaqësie që sugjeron se nuk kemi nxjerrë asnjë mësim nga historia jonë e dhimbshme. Organizata e Kombeve të Bashkuara e paralizuar nga rivalitetet politike dhe mungesa e financimeve, po dështon në mënyrë të dukshme. SBA-t, kontribuesit kryesor në misionet e OKB-s, kanë më shumë se 1.2 miliard dollar borxh ndaj organizatës dhe Trump po shqyrton ndërprerjen e plot të fondeve. Ndërkohë kompleksi i konflikteve globale po rritet me shpejtësi duke lënë mbi 300 milion njerëz në nevojë ekstreme për ndihmë humanitare. Megjithatë, solidariteti ndërkombëtar po zbehet. Britania dhe vendet e tjera të zhvilluara po ulin kontributet në fondet e bamirësisë, ndërsa vendet e varfra si Kenya vijojnë të tregojnë bujarim më të madhe. Kjo krizë humanitare e kombinuar me një krizë morale dhe politike globale po dobëson strukturat ndërkombëtare dhe po ushqen një valë të re populizmi autoritar, nacionalizmi ekstrem dhe paragjykime ksenofobike. Lufta, konflikti dhe mizoria nuk janë vetëm ngjarje të largëta apo historike. Ato janë kërcënime të vazhdueshme që prekin çdo cep të botës. Nëse heshtim para këtyre krimeve, do të thotë se kemi dështuar në detyrën tonë morale dhe njerëzore për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin e çdo individi. Është koha që bota të zgjohet dhe të reagojë para se kjo valë mizorie të bëhet normë për të gjithë ne.